kam lexuar diku, prap ky muhabet me fjalë, kam lexuar diku mbi puthjen e gishtërinjve tregues 3 herë, kur thirret emri i Muhamedit alayhi salatu wassalam në ezan. Dhe kam dëgjuar që Ebu Bekri radhiyallahu anhu e bënte një gjë të tillë. Nein. Nuk është e vërtet një gjë e tillë, është mashtrim. Çan në kur thot muezini ashhadu anna Muhammed Rasulullah, sepse e bën këtë punë, nuk e di, pas ka një transmetim se ku e kanë gjetë, nuk e di, domethënë, e rëndësishme është që transmetimi nuk është i saktë dhe kjo gjë nuk është prej sunetit. Po cili është suneti faktikisht? Suneti është që kur thot muezini ashhadu anna Muhammed Rasulullah, ti thush ashhadu anna Muhammed Rasulullah, pastaj të thuash raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Çi çan not tani? Suneti është thush këtë, është fut bidati, ka humb suneti. Për këtë arsye kanë paston të parët tanë, sa herë që futet një bidat në fe, humbet një sunet. Dhe ky është argumenti i pastër fare se si futet bidati humbet suneti.